Kryeministri Edi Rama mori pjesë këtë të premte në një takim me temën Për ty natyrë, ku foli për prioritetet e mjedisit dhe pyjeve, si dhe për avancimin drejt një faze të re në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, përmes modelit të administrimit unik dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Rama paralajmëroi një reformë të modelit të menaxhimit të pyjeve, si dhe rikonstruksionin e 2 agjensive të mbrojtjes së territorit dhe të pyjeve, duke i bashkuar ato në një institucion të vetëm. Zonat e mbrojtura dhe në tërësi territoret e natyrës në Shqipëri ishin në agresionin e vazhdueshëm të ndërtimeve të palishme, ishin në agresionin e vazhdueshëm të ndotjeve të gjithë farllojeve dhe më vjen shumë mirë që sot bilanci flet për një ulje të konsiderueshme të krimeve mjedisore, për një vënie në një kontroll të konsiderueshëm të territorit në aspektin e mbrojtjes së mjedisit nga agresioni i ndërtimeve pa leje dhe patjetër edhe për një kufizim të konsiderueshëm të ndotjes. Por, thënë këto, asnjë prej këtyre elementeve nuk është ende i asgjësuar si problematik. Dhe në tërësinë e këtyre elementeve, ajo çka përbën një pikë të domosdoshme për të siguruar një ecuri të suksesshme në këtë proces që lidhet me negociatat për antarësim, po që pikërisht pse lidhet me negociatat për antarësim, si të gjitha aspektet e tjera lidhet drejt për drejt me të nesërmen tonë, është një menaxhim shumë më i mirë dhe shumë më i sigurt i pyjeve. E pikërisht për këtë arsye, me Ministrin e Mjedisit, me ekipin e Ministrisë Mjedisit, jemi angazhuar në një proces reformimi të modelit të menaxhimit të pyjeve dhe të natyrës në tërësi. Në kuadër të kësaj reforme, Rama njoftoi edhe vendosjen në një sistemi kombëtar për monitorimin e biodiversitetit.